Dhe sot në pjesën e fundit do të flasim për punën e një videografi që është bërë i njohur për pamjet ajrore të Tetovës, të realizuara me dron në mënyrë të vazhdueshme dhe profesionale. Përmes xhirimeve të tij, qyteti dokumentohet nga një perspektivë e re, ku evidentohen ndryshimet urbane, pikat kryesore dhe momentet simbolike që ndodhin në Tetovë. Krahas pamjeve me dron, ai realizon edhe videoreklama dhe biznese dhe projekte të ndryshme, duke kombinuar teknikat moderne të xhirimit me përpunimin profesional të videos. Ndërkohë që ushtron profesionin e tij kryesor në mjeksi, ku videografia ka mbetur një pasion që e zhvillon paralelisht prej vitesh. Sot do të flasim për procesin e punës, sfida teknike dhe mënyrën se si ndërthuren dy profesione krejt të ndryshme me Artan Ibishin. E përshëndes dhe e mirëpres tani në studio. Mirë se na erdha, Artan. Është shumë kënaqësi. Vendi juaj është aty, nuk e di unë tani si nis mëngjesi ti, duke marrë parasysh që ju artistët në një farforme, sepse do të quaj edhe ty artista, se duhet pasur një sy artisti për ta realizuar një video me dron. Faleminderit shumë mas pari për ftesën. Është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Është hera e parë kur marr pjesë në një emision. Dhe ndihem shumë i lumtur që jam pjesë e emisionit tuaj dhe me profesionalizmin tuaj ndihem shumë komod momentalisht. Shumë faleminderit. Është përgjithësia e jona pastaj, meqenëse është shumë nder dhe privilegj që të kemi për herë të parë në ekran, në ekranet tona. E fillove karrierën, do e quajmë ashtu. Ashtu është. Sa i përket mediave, sepse karriera yte në fakt në mjeksi ka filluar më herët, ti je edhe një mjek, por gjithashtu edhe me punën me videot e bukura që i realizon, që i shohim vazhdimisht në rrjetet sociale, unë nuk hezitova dhe tentova që të na vish në studio, që ta ndajmë këtë sukses së bashku. Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën. Artan, çfarë ju shtyju më intereson ta shihni Tetovën nga lart dhe ta dokumentoni vazhdimisht me video të bukura? Ajo që unë bëj është një punë që do e them shumë e sinqert dhe diçka që të gjithë njerëzit e ndjekin punën time. Fakti se unë pse zgjodha Tetovën dhe të gjithë vendbanimet shqiptare është sepse i ka munguar diçka e tillë Tetovës, domethënë një perspektivë tjetër, një pamje të tjera të qyteteve tona, pamje të bukura të qyteteve tona, duke shmangur atë që nuk është specifik apo nuk është e bukur, ne zgjedhim domethënë të shfaqim vetëm pamjet e bukura të qytetit të cilët janë të veçanta dhe në një mënyrë ne u dedikojmë atyre që kanë mall vendit tonë, do ta shohin prej afër dhe aktualisht si ndodhet vendi i tyre. Domethënë një farë lloj inspirimi ka qenë dhe kjo pjesë ku ne duam, sepse siç e dini, shumica e njerëzve tanë janë në mërgim dhe u mungon shumë vendlindja. Dhe unë kam familjarë të mi të cilët janë atje dhe ndoshta edhe një ditë dhe unë mund të jem ai që do shkoj. Po ideja është që të mbetet diçka për vendin tonë, diçka e bukur, diçka e mirë që të mund të. Dhe ndryshe kur shihet nga larg, total komplet Tetova, Tetova nuk është aq, do kisha thënë vendi më i bukur për të shfaqur prej lart, po nga pikpamja ti din ti nxjerrësh pamjet më të bukura. Kjo mund të thuhet. E dronit ka disa gjëra që duken bukur dhe disa që nuk duken bukur. Ne faktikisht mundohena që ta nxjerrim pjesën më të bukur, jo vetëm të Tetovës, po të gjithë vendit tonë. Ne kemi pamjet të shumta të vendeve të cilët i kemi realizuar, po Tetova meqenëse jam prej atje dhe vendosa që ja kushtoj më shumë rëndësinë qytetit. Po, cilat nga pamjet më ikonike të Tetovës i konsideroni si më të bukura dhe që nuk tërhiqeni asnjëherë së xhiruari to? Padyshim që bisedohet për xhamit e vjetra të fshatit të qytetit tonë dhe po ashtu objektet e vjetra të cilët janë të qytetit. Fatkeqësisht shumica nuk janë ende pjesë e mbrojtur e qytetit, domethënë të hyjnë si pjesë bëhen si muze dhe të mbrohen nga shoqata të ndryshme, të ngelen vetëm si pjesë ikonike e qytetit. Shumica janë të mbrojtura prej disa organizatave, po disa të tjera janë të lëna masdore, po si të qoftë prej nal duken bukur dhe prandaj ne vendosim që të insistojmë t'i nxjerrim, ta krijojmë një farë lloj energjie që ai vend të shfaqet i bukur dhe
të bjerë në sy të dikujt që ndoshta dikur do bëhet diçka e veçantë për Tetovën dhe të mbrohet ashtu si i ka hije qytetit tonë. Padyshim. Po më intereson Artan, meqense bukuritë natyrore dhe urbane të Tetovës ti sjell vazhdimisht me dron, ke pas ndonjë ofertë bashkëpunimi ose edhe të paktën ndonjë kompliment nga institucionet përkatëse të Tetovës, më konkretisht nga komuna e Tetovës? Po, ka disa vite mrapa që unë merrem me këtë punë dhe ka marrë shumë, jo vetëm komplimente, po ka marrë edhe mbështetje dhe përkrahje nga të gjithë kryetarët e komunave, sidomos të pjesës së Pollogut, kanë shfaqur interes për bashkëpunim, sepse tek e fundit ne bëjmë diçka që duhet ta shohin njerëzit dhe unë vetëm nuk mundi ta bëj këtë, por paqetëse do duhet ta bëjnë të gjithë njerëzit që kanë kompetencë aty për t'i bërë gjërat që t'i shohin njerëzit. Se fundit unë video nuk i bëj për vete, po i bëj që t'i shohin të gjithë njerëzit dhe ta shfaqin vendin tonë të bukur. Paqetëse më duhet ndihma juaj, ai duhet ndihma e njerëzve të cilët janë kompetent e kështu me radhë. Normal që motivi mund shtohet në këtë formë, pastaj edhe për të punuar dhe vazhduar të sjellësh edhe video të tjera të bukura. Është e vërtet, unë jam munduar që të bëj disa krahasime, për shembull unë merrem me këtë punë, me pasionin tim, do kisha thënë gjatë kohë, por siç e dini unë jam mjek me profesion dhe kjo pjesa e mjekësisë kur gjatë studimeve nuk kisha shumë hapësirë për të realizuar projekte të mëdha. Më duket se qetësinë e shpirtit e gjen këtu ti, te videot. Vetëm mundohesha që të bëj diçka të vogël sa të kem hapësirë sa për ta mbajtur këtë pasionin gjallë. Por mjekësia fatmirësisht është një profesion që gjithmonë e plotëson njeriu në çdo aspekt dhe unë asnjëherë nuk mund ta ndaj njërin apo tjetrën. Do mundohem gjithë jetën do flasim edhe për atë pjesë, do flasim. Që ti kem paralel dhe prej atë kohë unë jam marrë me gjëra me projekte pak më të vogla dhe jo shumë të mëdha, për shkak se nuk kisha kohë dhe nuk kisha hapësirë për t'i realizuar këto, po tash, domethënë, mbështetja e njerëzve, institucioneve dhe të gjithë mediave, të gjithëve kolegë do i quaja, është një nga pamjet që mua është një nga... Shiko çfarë pamje, se po të ndërprej, ama nuk arrita, domethënë, të përmbahem. Vërtet janë tepër artistike këto pamje, po nuk po mund ta vrej, është Tetova? Jo, është Shkupi. Është Shkupi, nuk mund ta vrej. Shohim lindjen e diellit, me sa po mund ta vrej, në qytetin e Shkupit, a? Ashtu është. Kjo është një pjesë e çarshis Shkupit, pjesa po ashtu shumë e veçantë sipas mendimit tim, ku ka objekte shumë interesante që duken prej lart shumë bukur. Besoj se për këtë pjesë mund të flasësh ti më shumë se sa unë, sepse unë vetëm kam engjëzuar një pjesë të çarshis dhe jo të gjitha. Unë vetëm e di që ti i gjen momentet çdo herë, edhe festat, edhe momentet, edhe kohën, motin, është e rëndësishme pastaj edhe motin ta gjejsh dritën, errësirën për të realizuar. Ajo mund të them se është ndoshta pjesa më e rëndësishme e kësaj pune, besoj se edhe ju e keni parasysh atë, sepse varësisht se si dua të shfaq unë vendin, ashtu është edhe koha. Për shembull, ka pas momente kur dua unë që videos time ose aty emocione që duhet të shpërndaj nëpërmjet videos, t'ia shtoj një muzikë që është, le të themi, mallëngjyse, dhe atë kohë duhet patjetër të jetë kohë me shi ose kohë e vranat, me mjegulla dhe automatikisht ajo i krijon një farë lloj pamje më kinematografike asaj videos dhe që është më prekse për njerëzit. Po kur duam emocion për shembull më të lumtur dhe më të gëzueshëm, patjetër se ja shtojmë pjesën kur ka më shumë diell, kur është më melankolike. Që do të thotë edhe pjesën e editimit, montazhës ju vetë e bëni, përveç se edhe injizoni, komplet video është në duart tuaja, apo jo? Deri tani po, por e shoh se tashmë kam nevojë me vërtet për një ekip të cilët do punojmë bashkë. Unë kam shumë miq që dashamirë që mundohen të më ndihmojnë pjesën edhe gjatë pjesës së montazhës, edhe gjatë pjesës së xhirimeve, dhe i falenderoj publikisht para juve, të gjithë ata të cilët më ndihmojnë dhe më përkrahin që të mundem ta vazhdoj këtë projekt më andej. Por nëse unë do zgjedhja se cilën e pjesë preferoj më shumë, patjetër se preferoj pjesën e xhirimeve më shumë se sa pjesën e montazhës. Editimit, montazhës. Por nëse flasim për videot e përgjithshme me dron, çfarë mund t'i dalloj videot tua artistike nga ato të përgjithshme dhe të zakonshme që jemi mësuar t'i shohim? Si mund na bëni një komparacion? Njëkohësisht, nëse shohim videot e mia dhe videot tjera të Tetovës, qyteti është pak a shumë i njëjtë, por perspektiva dallojnë. Ajo që unë vendosi të shfaq nuk është, për shembull, të fluturoj droni dhe të shfaq çka do që më shfaqet përpara, por mundohem të kem një farë lloj plani konkret se çfarë do xhirohet atë ditë
dhe domethënë gjithçka që çdo lëvizje që unë e bëj me dron është e menduar dhe një skenuar paraprakisht që të mundi të arrij atë efektin që dua të kem në atë që do të shfaq. Domethënë nuk është se unë vetëm e ngre dronin dhe duket bukur prenal gjithçka. Jo, është një skenar, është një plan që është bërë paraprakisht para se të xhirohet dhe i njëjti implementohet gjatë kohës së xhirimeve. Normalisht me shumë sfida sepse çdo lëvizje, çdo perspektivë dallon, por kjo është ajo që unë mendoj se duhet çdo kush ta ndjek. Dhe kjo është një video profesionale, realisht, kur është një plan i caktuar, një skicë si duhet të duket ajo video dhe është e pamundur pastaj që mos del mirë. Edhe kur ke syrin e artistit, besoj se jo çdo kush mund ta bëj. Besoj se edhe ju e keni parasysh pak a shumë sepse merreni me këtë profesion dhe e dini se si shkojnë punët, por unë çfarë më pëlqen mua është sepse unë dua të mbaj diçka, për shembull, një pjesë të mbaj specifike, për shembull, unë duhet merrem vetëm me pjesën e xhirimeve me dron, për shembull, dhe të pjesën tjetër t'u alo kolegëve tjetër që duan t'i krejnë. Për shembull, për mua është më e rëndësishme kur njëri merret me një punë dhe bëhet më i zoti asaj pune specifike, sepse nuk mund të jemi të gjithashëm në të gjitha aspektet. Prandaj dhe zgjodha për shembull mua më konvenon shumë më shumë të merrem me xhirimin sesa me montazhin. Por tash është një punë që duhet paqet të bërë të dijat dhe kjo është ajo që e bën vështirë këtë profesion, por njëkohësisht edhe shumë bukur. Urojmë që sa më shpejt ta kesh edhe stafin e kompletuar dhe të brendohet në një farë forme Artani Bishi dhe të jetë një emër jo vetëm për Maqedoninë, edhe për gjitha shtetet përreth. Jemi në procedurë për brendimin e emrit dhe kompletimin e ekipës. Ne gjithashtu kemi bërë projekte edhe jashtë vendit. Kemi inicjuar projekte shumë të mëdha gati në çdo pjesë të Evropës. Ndoshta dikun prapavi mund duken ato inicjime që i kena bë. Domethënë jemi të hapur dhe munduana sepse ne jemi vend i vogël dhe kjo punë jona kërkon treg të madh. Shumë saktë. Prandaj munduana që të jena më shumë të hapur në çdo aspekt që të mund të realizojmë edhe projekte më të mëdha edhe jashtë vendit, jo vetëm në këtë vendin tonë, sepse ne jemi popull i madh dhe çdo kund kemi njerëzit tonë të cilët siç duan ta shohin vendin këtu bukur, duan paqet që ti reklamojnë dhe ti promovojnë bizneset e tyre edhe jashtë vendit ku ata veprojnë. Padyshim. Para se të flasim për bizneset dhe reklamimet që bën edhe me dron, mua më intereson videoja më e suksesshme dhe më përzemër që e ke. Cila është videoja që e konsideron si më të veçantën? Edhe që e ke realizuar me shumë emocione. Ajo që është realizuar me shumë emocion dhe që mua personalisht më ka ndikuar në zhvillimin tim, ka qenë videoja që u krijoa për 28 nëntor 2022, në mos gaboj, kur u mbajt festa në Tetofe Ballistëve dhe ka qenë një plan shumë i detajuar dhe arsye sepse ajo është speciale dhe unë përzgjedh atë si videon tim më të suksesshme, jo vetëm për faktin që ajo video shkoi viral dhe u bë për atë kohë himri, le të themi, himni i 28 nëntorit, ajo gjithashtu ishte në aspektin teknik shumë e vështirë për të realizuar. Për shkak se atë natë kohëzgjatja e fishek zjarre është shumë e shkurtë, domethënë bisedoheshim për një kohëzgjatje 2-3 minuta dhe përfshin të gjithë qytetin. Aty është dashur ta kapësh. Ne duhet të jemi domethënë të gatshëm në atë moment lart, domethënë të jemi me kret pajisjet të gatshëm për të incizuar dhe pjesa më shumë që na më vështirësoi këtë proces ishte sepse binte shumë shi. Domethënë ajo video është incizuar duke rënë shi dhe ishte një sfidë shumë e madhe për mua. Sa është e vështirë teknikisht pastaj të realizohet? Vitin fundit ka dron dhe ka pajisje të cilët janë le të themi në një farë mënyrë rezistent ndaj ujit dhe shiut në këtë rast, po asë kohë nuk ishin. Dhe unë rrezikova gjithçka që të marr ato pamje dhe fatmirësisht nuk ndodhi asnjë telashe as mua as dronit dhe gjithçka shkoi sipas planit. Unë për një moment, domethënë unë kam qenë lokalizuar në qendër të qytetit kur është incizuar ajo dhe droni e kisha diku larg, nuk e di sa nuk mund të orientohem tash ku e fillova video dhe për një moment se ajo ndodhi prej ora 8 deri në ora 8 2-3 minuta diçka. Dhe për një moment unë humba sinjalin me dronin. Wow. Dhe unë isha duke fluturuar me ato VR që ju themi ne dhe humba sinjalin. Dhe unë mendova se ndoshta dikush për fishek zjarre ma ka rrëzuar dronin. Por
për shkak se shumë fizikare për një herë dhe krijuar shumë një mjegull e madhe që pat një interferencë në sinjalin tim dhe për një kohë të shkurt sinjali u rikthye dhe unë e pash atë pamjen që e sheh çdo kush tash dhe unë domethënë bukfalisht u shtanga në atë kohë në atë moment kur e pash atë pamje të bukur dhe aq domethënë aq specifike që është për qytetin dhe mbas asaj ishte diçka që gjithçka ishte ajo video nuk ka kurrë specifike, po ishte momenti epik. Dhe besoj që nuk ka pas nevojë edhe për një editim special, jo, nuk ishte, sepse ka qenë shumë një moment. Atë montazh e kam bërë, domethënë brenda 10 minutave, sepse disha se çfarë do bëhet krejt. Unë në fakt zërin e inqizova një ditë paraprakisht me festën e ballistëve dhe janë ngjita asaj, domethënë gjithçka ishte kështu, si themi, një farlloj u përputhën sende shumë bukur dhe prandaj doli diçka e madhe nga një vend i vogël. Sepse ajo video të paktën besoj se e ka parë çdo kush prej neve dhe ka ka arritë të jetë shumë virale pastaj dhe të merr shumë shikues. Ashtu edhe ndodhi. Por nga aspekti teknik ishte kjo. Unë gjithashtu kam qenë pjesë, desha të potencoj, e ekipës TRT-s Turqisë, kur incizuan këtu një serial turk. Dhe aty kam marrë pjesë si, domethënë si dronist, si kushdo tjetër. Dhe aty kam mësuar shumë gjëra, të cilat unë nuk i kam ditur më para. Po ashtu ishte një sfidë shumë e madhe sepse ndonjëherë ndalesh edhe shifshe veten thoshe a është kjo ai që ndodh edhe mua këtu sepse e di kamerat, skenat, gjithçka ishte shumë specifike, ishte diçka e parë, ishte hera e parë që unë bëj diçka të tillë dhe patjetër se edhe kjo ka qenë diçka që nuk mundem ta harroj dhe do ta mbaj mend. Dhe ka qenë një përvojë e veçantë pastaj që të ka ndihmuar edhe të rritesh më shumë në këtë pasion. Shumë ka ndihmuar këtë shfaq për herë të parë në emisionin tonë sepse nuk kisha të drejtë të shfaq asnjë informacion se përket pjesës së xhirimeve as u koha, domethënë ishte strikt ndaluar për shkak të autenticitetit të filmit dhe derisa të dalë. Pastaj pasi doli i ke shfaqur ose jo? Jo, nuk e kam shfaqur sepse nuk e kam. Ende i mban, ëh? Po, e kam mbajtur si një farlloj momenti dur, po tash e ndjeta kështu shumë sinqerisht ta them, momentin ta ndaj me shikuesit tuaj këtë. Pret pastaj edhe ndonjë bashkëpunim të radhës me ndonjë film apo serial qoftë bashkëkohor? Kemi pasur disa projekte, po nuk jemi konkret, momentalisht nuk jam pjesë në ndonjë projekti konkret. Kam kontakt me persona të cilët kam pasur dhe aso kohë kur u incizuar ajo. I ndjekim, besoj se ato do realizojnë ende projektit tonë Maqedoni, sepse ju konvenon për shumë aspekte. Vendi është i bukur, njerëzit janë shumë sjellshëm, shumë mirë dhe gjithçka shkonte sipas planit atyre dhe ishin të kënaqur. Besoj se do ketë projekte të tjera të mëdha ku do mund njerëzit tonë lokal të kyçen dhe të kenë të tregojnë aftësitë e tyre. Natyrisht. Artan, emrin tënd shumë e shohim edhe në shumë biznese, duke reklamuar edhe biznese të shumta si në Tetova, ashtu edhe jashtë Tetovës. Çfarë dallon reklamimin e bizneseve me një punë artistike të dronit që e bën ti për çefi? Shumica e bizneseve që unë kam bashkëpunuar dhe unë jam duke prodhuar, le themi, video për ata, janë miq njerëz të cilët kanë vendosur të më përkrahin mua. Jo se jam më i mirë, jo se diçka, po ndoshta kjo ka të bëjë më shumë atë sepse unë bëj një punë tjetër të cilën e shfaqi qytetin bukur dhe mundohen të më ndihmojnë dhe të më përkrahin atë që e bëj. Unë të paktën kështu e shoh, po shpresoj se ato që janë të kënaqur me punën që e bëj sepse mbi të gjitha gjithmonë kam qenë i sinqert dhe kam thënë se këtë po mundem ta bëj dhe këtë punë nuk mundem ta bëj. Kështu që por edhe kjo kërkon dikën që të dalë para kamerës së. Domethënë ju vetë punoni këtë punë dhe dini sa e rëndësishme është kur një subjekt del përpara kamerës dhe unë ai subjekt nuk jam. Të paktën kështu e ndjej. Gjithmonë kam dashur të jem mbrapa skenës, mbrapa kamerës dhe jo të jem përpara dhe shpresoj në të ardhmen. Por që është e nevojshme edhe përpara të njohin publiku, të shohin se kush është në vërtet Artani Bishi. Kjo po, por jo në pjesën e reklamimit. Për shembull, njoftohen kështu prej afër është më se e nevojshme, por janë pjesën e incizimit. Unë dua me kreativitetin tim që unë e shoh për shembull për një biznes, ta reklamoj në mënyrën që unë mendoj se duhet të reklamuar. Edhe pse shumica e bizneseve pak a shumë për shembull është biznes i ri, don ta tregoj lokacionin si ku ndodhet, apo ka një promovim të diçkaje, apo është për shembull ka disa gjëra që unë mund t'i ofroj të cilat të tjerët nuk mund t'i ofrojnë dhe anë sjelltas. Ka gjëra të cilat të tjerët mund t'i ofrojnë dhe unë s'mundem. Kështu që mendoj se qyteti ka nevojë edhe për mua, edhe për të gjithë të tjerët të cilët merren me këtë punë. Jeni me rëndësi shumë bashkëpunues si me klientët për biznese, ashtu edhe me gjithë qytetarët që vërtet e njohin tani më punën tënde dhe e kanë vlerësuar,
Mund ta cilësojmë ashtu. Ashtu është, unë jam shumë i kënaqur nga të gjithë njerëzit tanë, sepse më mbështesin dhe të paktën i mirëpresin incizimet, dhe ka raste kur shumica më kontaktojnë, por jo se ka mundësi të gjithëve tua kthej dhe të gjithëve tua për shembull tua plotësoj ato kërkesat që kanë. Jo çdo njeri don ta shohë qytetin bukur, dikush më kontakton për shembull për të treguar një pjesë që nuk është e bukur dhe unë atë nuk e pranoj. Shpresoj nuk i ngele teatri, po unë doa vetëm pjesën e bukur të këtij vendi ta shfaqej dhe jo pjesën negative të qytetit, sepse nuk duhet promovuar në një farë forme. Në këtë pikë ndoshta edhe është e padrejtë, ndonjëherë mendoj dhe punën që e bëj, për shkak se unë ka disa vende që i kam shfaqur bukur, por që do të thotë anti-reklam nuk i bën ti Tetovës, vetëm reklam. Jo Tetovës, në përgjithësi krejt territorit, për shkak se për shembull vendi ku gjiroj unë, për shembull, ku e nis unë dronin, mund të jetë i mbushur me mbeturina. Por unë zgjedh vetëm pjesën më të bukur. Dhe tash ka ndodhur kur ka shkuar dikush ta vizitoj vendin atje, domethënë aktualisht, më ka shkuar më ka thonë nuk është ashtu si ishte në video. Tash ajo kuptohet se nuk është si në video, por nuk mundem ta nxjerrim këtë pjesë. Dhe ndoshta në këtë pikë bëjmë padrejtësinë, sepse dikush nistet me atë të bukurën, me atë imagjinatën se me vërtet është ashtu siç duket në video, por fatkeqësisht ndonjëherë nuk është, ndonjëherë është, po tash e kemi patjetër ta shfaqim më të bukurën e unë para se ta përmbyllim këtë bisedë Artan, dua të di pak edhe se si e balansoni profesionin e mjekut me këtë pasion që e keni për videografin. Si keni arrit që një mjek i suksesshëm të jetë në të njëjtën vijë me një videograf i suksesshëm që tani më është emër i njohur? Nëse shohim këtë temë, kjo niset shumë herët kur kam qenë i vogël, sepse gjithmonë njihem për të punuarit shumë dhe të qenurit ambicios. Kjo do ishte pak më e qartë, por do doja të citoja disa fjalë të Steve Jobsit të ndjerit, i cili ka thënë se në jetë janë disa pika të cilët lidhen me njëra tjetrën, por nuk mund t'i shohim përpara, por vetëm duke parë mbrapa. Dhe unë kështu e shoh, domethënë, puna e pasionit tim dhe profesionit tim diku do lidhen njëra me tjetrën, por nuk e di se kur dhe nuk e di se si, por jam shumë i bindur se do lidhen. Dhe e di se në një ditë kur do kthehem mbrapa do e kuptoj se si janë lidhur. Dhe do ketë diçka konkrete, në këtë rast. Do ketë diçka konkrete dhe do jenë të dobishme ndaj njëra tjetrës. Nuk folin aspektin ekonomik, nuk folin aspektin të punës, por folin aspektin, domethënë, ku njëra mund të shërbejë tjetrës në diçka shumë serioze, në diçka shumë të madhe. Prandaj kjo është ajo ideja ime se do lidhet mjekësia me këtë punën time, sepse ne siç e shohim mjekësia është shumë e kyçur pjesa e teknologjisë. Dhe kjo pjesa që e bëj unë është një aftësi e veçantë, të cilën shpresoj se do më shërbej edhe në pjesën e profesionit. Jam e bindur që do shërbej, meqense e kemi shumë pranë nesh edhe inteligjencën artificiale dhe këto mjete teknike që teknologjike që vetë se po vinë ditë më shumë duke na bastarduar në një farë forme, mendoj që edhe ky pasion do rikthehet, ndoshta do bëhet edhe në një profesion të ardhshëm i yti. Po të kishte qenë profesioni im diçka tjetër, ndoshta do kisha qenë në dilemë se mos ndoshta do zhvilloj njëra mirë, por mjekësia është ajo që i plotson të gjitha shumë e vërtetë. I plotson të gjitha ato kërkesat, le të themi ato arritjet shpirtërore dhe arritjet e brendshme profesionale, sepse nuk le hapësirë për të pasur mungesën e diçkaje, sepse ato që ofron mjekësia nuk mund t'i ofrojë asnjë profesion tjetër. Po çfarë kënaqësie pastaj të jep pasioni i aparatit që e përdor vazhdimisht që nuk e sheh në mjekësi? Që nuk ta ofron mjekësia? Nuk e gjen te mjekësia? Kjo pyetje është shumë e mirë, por unë nuk është se kam mungesë diçka te mjekësia, të cilën e ndjej këtu. Unë vetëm e shoh se unë kam një sy pak më specifik dhe i shoh gjërat pak më ndryshe. Dhe kjo e bën atë që unë ta zhvilloj këtë pjesën e pasionit. Por nuk është se unë kam një mungesë te pjesa e mjekësisë dhe unë dua ta plotësoj me diçka tjetër. Mjekësia është e kompletuar shumë mirë ashtu siç është. Dhe sa më shumë të zhvilloj, aq më shumë ajo na jep dhe na frymëzon, dhe njëkohësisht në kohën e lirë dhe në kohën kur unë dua ta shfrytëzoj në këtë mënyrë tjetër, du t'jap syrit atë pjesën që e shoh ndryshe botën. Në aspektin ndryshe, për shembull, i shoh vjet ndryshe, i shoh
pamje ndryshe, perspektiva ndryshe dhe kjo e bën atë punën time që sy artisti edhe nuk diskutohet. Artan, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndave këtë mëngjes së bashku me ne, u bëre pjesë e emisionit Ritmi i ditës për herë të parë në një paraqitje mediatike të ndën. Unë jam e bindur që nëse s'ke kaluar mirë, ti do e mbash mend këtë intervistë tënde të parën dhe mendoj që do të shërbej pastaj edhe për arritjet tua profesionale. Faleminderit edhe një herë për ftesën, ishte kënaqësi për mua. Ishte kënaqësi që të ndaj me shikuesit tuaj këtë eksperiencë time të shkurtër të jetës time dhe atë se çfarë fshihet mbrapa videove. Ajo se çfarë desha të ofroj këtu para të gjithëve është se unë këtu kam në prapavi në sfond diku nëse është një video imi të cilën desha ta plasoj sonte, nuk e kam plasuar, është shfaqur te ju fillimisht. Dhe desha nuk e di tani cila ishte, sepse ishin disa në radhë. Desha t'ju ftoj juve nëse doni që ta plasojmë bashkë këtë video, që ta merrni edhe ju atë pjesën e promovuese të. Po tani nuk e di cila është sepse është bashkë një video e tërë me shumë video, tani nuk e di cila është me radhë. E fundit do t'jese. E fundit? Nëse është e fundit, tani do e përmbyllim me këtë video që ne në një farë forme do i përshëndesim shikuesit me këtë video promovuese të Artani Bishit, e cila është realizuar ku, se nuk tregove? Është në qytetin e Tetovës dhe nuk është promovuar askund ende, ka disa ditë që e kam bërë, po pritësha momentin e duhur dhe mendoj se ky është momenti ku duhet ta. Është në mbrëmje dhe është video e fundit e klipi që kam. Është në mbrëmje dhe video e fundit, regjia. Nëse është gati, me këtë ne do e përmbyllim emisionin, duke falenderuar Artanit që na nderoi me prezencën e tij dhe nisim këtë mëngjes së bashku.